Rinia dhe mërgjimtarët e fshatit Gradec me ndihmën edhe të mërgjimtarëve nga rajoni më i gjerë i Pollogut kanë grumbulluar 22.000 euro me të cilat janë ndihmuar familjet nevojtare gjatë Ramazanit. Me paratë e grumbulluara janë përgatitur pako ushqimore për 400 familje me status të rrezikuar social. Semin Demiri, mërgjimtar nga Gradeci, njerit kryeorganizatori këtij aksioni, thotë se çdo pako ka vlerën e 55 eurove. Ai ka falendëruar rinin e Gradecit e cila ka ndihmuar për realizimin e aksionit. Produktet e blera ushqimore ishin dërguar te palestra sportive e shkollës së këtij fshati, ku përgatiteshin pakot. Edhe si vjetë kemi marrë iniciativën për shpërndarjen e pakove ushqimore për familjet në nevojë. Donatorët janë nga Mërgata, ndërsa gjithsej janë mbledhur 22.000 euro. Pakot do shpërndahen në komunën e Vrapçishtit, Bogovinës, Gostivalit dhe Tetovës. Deklaron organizatori Semin Demiri. Ndryshe, ky ishte viti 6 me radhë që Mërgata e Gradecit organizon aksione të ngjashme humanitare për muajin e Ramazanit.